kur e ka pasur luftën në Serbinë, faktikisht është e lehtë ndoshta me fol kur e kam përjetu vetë efektin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, kur kum pas fatin me pa në uniform edhe Recep Selimin dhe shokët e tij dhe bashkëluftëtarët e tij, dhe kum përjetu vetëm të mira nga ta, dhe kum marrë siguri si 13 vjeçar, 14 vjeçar, dhe për mua kanë qenë këta herojt edhe atëherë, por vazhdojnë të jenë edhe sot. Prandaj është vështirë tash edhe me bën një analizë, për shkak që është aspekti emocional, edhe ti në një farë mënyrë e din të vërtetën para se me pas verdiktin gjykata. Ti vetëm frikën e ki të gjykata se a është ende Serbia dhe Rusia me ndikimin e saj maksimal për t'i dënuar këta luftëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, apo të pakten është gjetur ndonjë mundësi që realisht me nxjerr një verdikt, sa do kudo, nuk them që do të mund ndonjëherë gjykata speciale t'ju dalë prej haku këtyre, sepse thash edhe më herët, akt akuza është ngrit pa bazë, është vazhdu pa bazë, janë mundu me i denigru pa bazë, dhe sot kemi pra një rezultat në nethe që nuk e dim, pra a më ju referu asaj që e kemi pa atje, a më ju referu asaj frikës që për i me ka dorë Rusia dhe Serbia, që e tha edhe zoti Thaçi, po e thanë edhe gjithë, sepse është bërë një luftë e pa drejtë ndaj tyre. Dhe në këtë kuptim, Recep Selimi ishte ma direkt, pra ishte tipik që ka qenë dhejtë i UÇK-s, edhe aty ishte dhejtë i UÇK-s, po pa uniform, por me gjuhën e tij vërtet secila pjesë, secila fjali e tyre paraqet një histori edhe për historinë e UÇK-s, por edhe për studiusit e juridikut dhe drejtësisë. Sepse kam përshtypjen do të merren gjatë, duke marrë si shembull se çysh mundet pa drejtësia për të ndikuar dhe për të provuar gjëja me bë drejtësi. Zëqiri pati bukur jo ndërkombëtare dhe në media ndërkombëtare fjala mbrojtëse që nuk është e zakonshme në proceset e tilla, sepse raportohet në mediat kryesore ndërkombëtare vendimi përfundimtar, po jo pretendimet e palëve. Si do duk kjo pjesë, kjo vëmendje?